në raport të drejtë me lirinë, jo vetëm liri, përgjithësi dhe liri. Dhe nga kjo pikpamje, unë që vitin 2016 kam propozuar Partisë Demokratike rrugtimin konservator. Konservatorizëm modern, nuk po flasim për kurorën dhe për skeptrin, nuk flasim për monarkitë para 200 vitesh, po flasim për konservatorizëm nga revolucioni amerikan mbrapa, nga revolucioni industrial, që theti me drejtë angleze mbrapa. Në këtë pikpamje gjeta refuzim të madh, më përplasën deri në fytyrë, duke vazhduar me të njëjtën linjë ultraliberale që nuk e dallonte më nga Rama. Dhe një nga problemet që ka PD-ja, që kishte se nuk më intereson me kjo punë, tani jam vetë në skenë për të përvojësuar djatën me miqtë e mi, është PS-n me PD-n sot nuk e dallon pothuajse asgjë. Në komunikim publik, në mënyrë pikpamje që kanë, në raport me shumë gjëra. Për shembull, e keni vënë re që të dy palët janë parti kryetarësh. Kush respekton lirinë e individit, lirinë e fjalës, të drejtën e garës, të votës? Asnjëra parti. Kjo si jam gabim, kjo është kultura jona, po tash. Edhe partitë e vogla kanë një mikrobuz me parti dhe kryetari nuk lëviz vende. Domethënë ne kemi një krizë që vjen nga kultura jon, autokratike, që kemi pas gjatë gjithë historisë tonë dhe se ne mrena familjes nuk kemi pas kemi pas demokraci. Kur ne morëm vendimin për të mos pasur kryetar, jemi vetëm një parti pa kryetar, drejtojmë në mënyrë kolegjiale. Për të dhënë një mesazh njerëzve që ne jemi serioz në këtë betejë që kemi bërë për demokracinë. Po flas për përgjithësimin. Historitë e partive, po, dakord jam me këtë, po problemi historitë e partive tona të kanë një zyrë, një çelëse nuk e shtojnë. Jo, nuk ka qenë kot fotostanos kështu. Edhe me Sali Berisha, të lutem. Derisa ndodhi Gërdeci, PD-ja funksiononte ndryshe. Tash nuk mendoj që ti e di më mirë se që bën Gramozit 91-shin, 92-shin. Edhe një herë, flas për periudhën e dytë. Po tash demokraci nuk ka pas parti demokratike. Në vitet, po të themi përgjithësi plot. Unë jam këtyre në vitin 2003 PD. Po fal, se ti e njeh shumë mirë, po ta marrësh, po fjalimi Gramozit në 92-shin. Në sallën e operës është briljante edhe sot. Është sot aktuale. Çka ka thënë Gramozi në 92-shin? Po të fola për 95-ën gjë, nuk po të flas për atë. Se 96-ën i fluturonin Chelsea kokës Gensrulit në Këshillin Kombëtar. Po pra. Është arritur deri këtu. Po. Me dim shumë mirë. Po flas për periudhën e fundit. Në vitet 2000, mbas 2001 deri në vitin 2008-2009, derisa u shkuat listat e mbyllura, PD-ja pra funksiononte. Pra ishte institucionale, mblidhe kryesia, ka pas debate, Këshilli Kombëtar, vendoseshin kandidaturat me debat hapur, dhe merrej parasysh dhe mendimi i degëve të PD-s, patjetër këto po ta them se kam qenë aty. Mbas vitit 2009 PD-ja nisi 2008 agroposi pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri. Mbas Gërdecit, këtu ka ndodhur një traumë shumë e madhe demokratike. Kjo i solli ndryshime kushtetuese që ta bënin kryeministin mbret, e gëzoi Berisha 6 vjet tani, po e gëzon ky 12. U mbyllën listat për të bërë bunker e partitë dhe të dy palët i pastruan partinë nga njerëzit që ka bjerë edhe nivelin e parlamentit, administratës dhe gjitha. Shikoni vetë, s'ka nevojë çfarë.